Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Çështja sot me rreth ezanit ka të bëjë me tekstet apo llojet e ezanit që kanë ardhur të sakta në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Pra, dikush nga ne mund ta di që ezani përveç formës që dim ne ka dhe forma të tjera, mënyra të tjera për të thirrur. Dhe kjo është diçka e nevojshme që ne ta dim. Forma e parë është forma e ezanit të Bilalit, që e thëriste Bilali radiallahu ta'ala anhu, që e thëriste Bilali radiallahu ta'ala anhu. Dhe është ezani që e njohim dhe e thërasim edhe ne në vendin tonë. Dhe ky ezan përbëhet nga 15 fjali. Pra thua 4 herë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pastaj 2 herë Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, pastaj 2 herë Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, pastaj 2 herë Hayya ala salah, Hayya ala salah, pastaj 2 herë Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, pastaj 2 herë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dhe këtë e dim, apo jo? Dhe ky është ezan që Bilali radiallahu ta'ala anhu e thëriste në prezencë të profetit alayhi salatu wassalam, siç vjen në hadithet e sakta, por është edhe në hadithin e Abdullah ibn Zeidit që e pa ezanin në ëndër, formën e ezanit dhe ishte kjo formë. Dhe ai ja mësoi Bilali dhe Bilali dhe profeti alayhi salatu wasallam urdhëroi Bilalin që ta thërriste atë ezan. Pra me këtë ters. Forma e dytë, edhe kjo formë e saktë, është ezani që thërriste Abu Mahdhura. Dhe siç e kemi përmendur, Abu Mahdhura është një tjetër muezin në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe ezani i tij përbëhej nga 19 fjali, jo nga 15 siç ishte i Bilalit, por nga 19 më shumë, më i gjatë. Si është forma e këtij ezani? Thotë 4 herë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastaj thotë 2 herë Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Pastaj thotë prap 2 herë Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pastaj çfarë? Kthehet përsëri tek Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Por përsëritjen e dytë e bën me zë më të gjatë. E zgjat zërin më shumë se sa kur i tha të dy dëshmi në herën e parë. Pastaj thotë Hayya ala salat 2 herë, Hayya ala al-falah 2 herë, pastaj thot Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 herë, pastaj thot la ilaha illallah. Dhe ky hadith vjen te Abu Daudi dhe Tirmidhiu dhe është i saktë. E qartë kjo formë? Forma e tretë ka dhe një formë tjetër ezani. Dhe është forma, edhe ky vjen te hadith te Sahihu Imam Muslimit, hadith i saktë. Ezan që ka 17 fjali. Dhe është i njëjtë si ezani i Abu Mahdhuras, që ishte 19, pra që i përsëriste 2 herë. Por ka 17 sepse nuk thot në fillim 4 herë Allahu Akbar, por thot vetëm 2 herë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Dhe e vazhdon si ezani i Abu Mahdhuras, ku i përsërit nga 2 herë, në 4 herë në total, se cilën dëshmi. Se cilën dëshmi. Ka dhe një formë të katërt, ezani 2 nga 2. Si që vjen në pra ka 13 fjali në total. Dhe kjo vjen në hadithin e Ibn Umarit radiallahu ta'ala anhu, i cili thot se në kohën e profetit alayhi salatu selam ezani thirej
Methna, 2 nga 2. Ndërsa ikameti 1 nga 1, pra secila fjali një herë. Përveç kur ti thua qad qameti salatu, qad qameti salat. Pra vetëm këtë e thua 2 herë në ikamet. Si 2 nga 2, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an Muhammadar Rasulullah, ashhadu an Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sepse la ilaha illallah e thu një herë. E thu një herë si që vjen hadithi. Qartë edhe kjo formë, dhe kjo është hadithi saktë Abu Daudi, Nesaiu dhe sartëson Sheikh Albani. To janë forma vlezër që është mira që të thërritën ndonjëherë kjo formë, ndonjëherë tjetër, kur nuk ka rrezik fitne. Për shembull, nëse je në një xhami, në një zonë që ajo popullsi, ato banesa që janë rreth xhamisë janë musliman, praktikant, dhe njohin këtë çështje, pra nuk hutohen, nuk shpërqendrohen nga kjo formë ndryshe e ezanit që kanë ditur më parë, por e din, e pranojnë diçka të tillë. Apo kur jeni grup muslimanësh për shembull në udhëtim, apo kur jeni në shtëpi dhe e thërret ezanin vetëm, e thërret dhe një nga këto forma. Pse? Për ta ruajtur si sunet. Sepse të gjitha janë me hadithe të sakta dhe janë praktikuar në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Ndërsa në ezanin e sabahut shton fjalën 2 herë as-salatu khairun minan nawm. Dhe kjo shtohet të gjitha format e përmendura të ezanit. Të 4 format e ezanit që përmendëm është edhe kjo fjalë, si që në hadithin e Abu Mahdhurës thot, o i dërguari i Allahut, më mëson mua ezanin. Dhe ja mëson profeti alayhi salatu wassalam ezanin dhe i thot që në sabat të thot as-salatu khairun minan nawm. Dhe hadithi është i saktë tek Musnedi Imam Ahmedit dhe Abu Daudit. Format e ikametit, edhe ikameti ka format të ndryshme, nuk është vetëm ajo apo vetëm ato që njohim. Forma e parë është ikameti Bilalit, mënyra e ikametit që e thërriste sahabi i nderuar Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kjo formë ka 11 fjali. Si është? Thotë Allahu akbar 2 herë. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. E kemi gjurte. Forma 2, ikameti i Abu Mahdhurës radhiyallahu ta'ala anhu ka 17 fjali. Allahu akbar e thot 4 herë. Ashhadu an la ilaha illallah e thot 2 herë. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah e thot 2 herë. Hayya ala salah 2 herë. Hayya ala falah 2 herë. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah 2 herë. Allahu akbar e thot 2 herë, la ilaha illallah e thot po 2 herë. Qartë? E përmendëm qad qamatis salat e ikameti para, apo jo? E qartë kjo formë? Dhe aty është një tjetër formë që e thrasim dhe ne këtu. Ja, një herë, gjithmonë një herë, si në ezan ikamet, fjala e tauhidit një herë thotë në fund. Thash 2 herë? Lapsus rana ime, Allah të shpërbleft. Forma e tretë e ikametit, që ka 10 fjali. Allahu akbar 2 herë. Ashhadu an la ilaha illallah 1 herë. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 herë. Hayya ala salah
një herë. Hayya alal falah, një herë. Qad qametis salah, 2 herë. Allahu Akbar, një herë. La ilaha illallah, një herë. Edhe kjo vjen në hadith të saktë të Abu Daudi dhe Nesaiu. Dhe është prej sunetit, dhe është e mira që muslimani, pra ai që thërret ezanin për shembull dhe ikametin në xhamia, që ti përdori, ti praktikoj të tëra këto forma të ikametit, por edhe që falet vetëm, i mëson, sepse janë sunet i profetit alayhis salam dhe merr shpërblime më shumë se sa kur bën vetëm një formë. Pse? E para merr shpërblimin e ikametit dhe e dyta merr shpërblimin që përuan sunetin dhe po e mban gjallë. Edhe të formë tjetër të sunetit në lidhje me ikametin. Çështja tjetër është që është sunet që muezini kur është i ftohtë ekstrem apo shi i madh apo ka ndonjë arsye që ja vëshirson apo ja pengon ardhje në muslimanëve në xhami, kur ai thërret ezanin, thot një ndër ato shprehje që vjen në hadithet të sakta, ala sallu fi rihalikum, faluni në vendet tuaja, sallu fi buyutikum, apo fjalën sallu fi buyutikum, faluni në vendet në shtëpitë tuaja, apo thot o men qa'ada fala haraj, dhe ai që nuk vjen nuk ka problem. Pra thot hayya ala sala, i thot hayya ala fala, por thot edhe këto. Pra e bën ezanin e plot, por thot edhe këto në fund të tyre në pas hayya ala fala. Kjo. Çështja tjetër, çfarë thuhet kur dëgjon ezanin? Filloi ezani. Je duke ardhur në xhami. Dhe këtu vëllezër bëjmë fjalë për ezanin që e dëgjon nga mikrofoni i xhamis, jo ezanin që ngjon nga celulari. Dhe as ezanin që ngjon për shembull nga ndonjë nga kasetofoni i makinës, që është i regjistruar. Ja, bëhet fjalë për ezanin që dëgjon nga minaret e xhamive. Është sunet si për burrat edhe për gratë që të përsërisin fjalët e muezinit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Idha sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul al-mu'adhdhin." Kur të dëgjoni muezinin, thoni edhe ju siç thot muezini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pas ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Por kur ai të thot hayya ala salah, hayya ala falah, duhet të thuash la hawla wala quwwa illa billah. Siç vjen në hadithin e profetit alayhis salatu wasallam tek Muslimi, ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për cilët kur profeti alayhis salatu wasallam dëgjoi muezinin, filloi të thoshte fjalët, të përsëriste fjalët e muezinit, dhe kur muezini arriti te fjalët hayya ala salat dhe hayya ala falah, ai tha la hawla wala quwwata illa billah. Pra nuk i themi të dy fjalë, por në vend të tyre themi këtë fjalin tjetër. Dhe më pas tha profeti alayhis salatu wassalam: "Men qala dhalika min qalbi dakhala al-jannah." Ai që e thot këtë, pra përsërit fjalët e muezinit nga zemra, pra me sinqeritet, me përkushtim, me përqendrim, do të hyjë në xhennet. Pra shihni sa e rëndësishme dhe sa përfitim të madh ka përsëritja e fjalëve të muezinit. Pra një vepër e thjeshtë, me fjali që pothuajse të gjithë i dim, por shpërblimi që ka i mrekullueshëm, hyrja në xhennet. Çfarë thuhet pas përfundimit të ezanit? Ne jemi në
kapitullin e namazit, vëllezër, nga libri Umdatul Ahkam. Dhe jemi te tema e ezanit. Prandaj ne po zgjerohemi përtej asaj që përmend autori në libër, për dobi zgjerohemi. Është sunnet që kur muezini mbaron ezanin, të bëhet salavat për profetin alayhi salatu wassalam, siç vjen në hadithin e tij: "Idha sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man salla alayya wahida, sallallahu alayhi biha 10." Kur të dëgjoni muezinin, thoni edhe ju si thot muezini. Pastaj, pra në përfundim, bëni salavat për mua. Sepse ai i cili bën një herë salavat për mua, Allahu bën 10 herë për të. Salavati jonë për profetin alayhi salatu wasallam dihet: Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyika Muhammad etj. Dërsa ku ne elusim Allahun azza wa jall që ta lavdëroj të dërguarin e tij, ta lartësoj në xhennet e tjerë. Kurse salavati Allahut për ne, çfarë është? Me të vërtetë është madhështore. Lavdërimi që na bën dhe përmendja që na bën Allahu në prezencën e melajkeve më të lartë tek ai. Me emër gjithsecilin, jo ata apo këta, jo, me emër. Pra imagjinoni vëllezër, emrat tonë t'i përmend krijuesi. Sa madhështor është. A kanë dërim më të madh se ky? Pra që krijuesi të përmendi emrin tënd. Ku? Në pranitë e Xhibrilit, Mikailit e melajkeve të tjerë më të lartë. Allahu akbar. Dhe të nderim ta bën vetëm Zoti i botrave. Dhe ashtu siç të nderon Zoti i botrave, askush nuk të nderon dot. Prandaj mjaftoi për ty nderimi i Allahut. Çfarë e kënaq Allahun? Lëri opinionet e njerëzve. Çfarë do thonë njerëzit për mua? Ai që mos hyn kalem. Ti mendo çfarë kënaq Allahun? Kjo të jetë përkupimi jam. Se shihni si të nderon Allahu i lartësuar. Gjithashtu është prej sunetit që pas ezanit të thuhet edhe kjo dua apo ky dhikr që thot profeti alayhi salatu wasallam në hadithin që e transmeton Imam Buhariu: "Men qala hina yasma'u an-nida", ai i cili thot kur dëgjon ezanin, pra pasi ka përfunduar ezani: "Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati al-qa'im at-tama was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah." Ai i cili thotë dhikr: "O Allah, Zoti i kësaj thirrje të plot, madhështore, ezanit, dhe i këtij namazi që do të falet, jepi Muhamedit wasilen." Jepi Muhamedit wasilen. Wasilja është grada më e lartë në xhennet, dhe kjo është për padyshim për të dërguarin e Allahut. Dhe fadilen, vlerën e madhe, shpërblimin e madh, ringjall atë në maqamin mahmud, në pozitën e nderuar. Dhe kjo është shefati që do t'i japi Allahu të dërguarit të tij, dhe që është shefati i madh për të filluar ndërmjetësimi. Pra ne e dim hadithin e gjatë që vjen te Buhariu dhe tjerë, ku njerëzit janë tubuar që të gjithë ditën e gjykimit, nga Ademi alayhis salam deri tek i fundit. Pra, miliarda njerëz, të gjitha krijesat përpara Zotit tyre. Dhe shumë prej tyre janë duke vuajtur vështirësitë e ditës së gjykimit, lemerin, Allahu na rujt, për shkak të gjunafeve apo kufrit që kanë pasur. Dhe do të kërkojnë fillimin e ndërmjetësimit, do t'i marrin profetët me radhë nga Ademi alayhis salam derisa të arrijnë tek Muhamedi alayhis salatu wassalam. Dhe ai do të thotë unë jam për këtë gjë. Pse do t'i marrin profetët me radhë? Që ta lusin Allahun që të fillojë gjykimin, të shpëtojnë.
Pra janë e dinë që dëshmojnë në zjarr, por janë në situatë aq të vështirë sa që mendojnë se po të shpëtojnë nga ajo, zjarri do të jetë më i lehtë. Allahu na ruaj. Dhe profeti alayhi salatu wassalam do thotë, unë jam për të, do t'i bjerë, do shkoj, do t'i bjerë i seçë Allahut në arsh, dhe do ta lavdëroj dhe do ta madhëroj Allahun me forma lavdërimi dhe madhërimi që nuk e ka madhëruar dhe nuk i ka ditur ato askush më parë për krijesave. Por Allahu subhanahu wa taala do t'ja frymëzoj, do t'ja mësoj. Lavdërimet madhështore. Dhe Allahu është madhështor dhe i meriton. Pra, thot profeti alayhi salatu wassalam, ky është maqami Mahmud. Ai të cilin ti ja ke premtuar, dhe ai i cili thot të gjë thot, do t'i lejohet shefati im. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për cilët nga Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur dëgjoni muezinin, thoni edhe ju siç thot ai, pastaj bëni salavat për mua, sepse ai që bën një herë salavat për mua, Allahu bën 10 herë për të, pastaj luteni Allahun që të më japi mua wasilen, fa innaha manzilatun fil janna, sepse ai është një grad, një pozitë e lartë në xhennet, la tanbaghi li ahadin, la tanbaghi illa li abdin min ibadillah, që do ta ketë vetëm një njeri nga robërit e Allahut, të pozitën më të lartë, një, jo 2, 3, 4, vetëm një, pozita më e lartë. Wa arju an akuna ana huwa, dhe shpresoj që ai të jem unë, tha profeti alayhi salatu wassalam. Dhe ai i cili ja kërkon Allahut këtë gjë për mua, do t'i lejohet atij dhe do të përfitojë nga shefati im në ditën e gjykimit, thot profeti alayhi salatu wasallam, dhe hadithi është tek Muslimi. Por gjithashtu vjen edhe një dhikr tjetër që thuhet pas ezanit. Të janë sunete nga profeti alayhi salatu wasallam, që është e mirë aty dim vëllezër, se kanë vlera dhe përfitime madhështore. Siç për cilët në hadithin Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe hadithi është Imam Muslimi. Se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili dëgjon ezanin, ai i cili thot kur dëgjon ezanin, pra në përfundim të tij, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi Muhammedin rasulan wa bil islami dinan, ghufira lahu dhanbu. Ai i cili thot këtë dhikr, pra ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban, pra i cili dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit për tjetër përveç Allahut, i cili është një dhe i vetëm pa ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, dhe thot, jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, që i dërguari im është Muhamedi alayhi salatu wasallam, që feja im është Islami, do t'i falet gjunahu i tij. Përfitim? Apo ja, madhështor. Më pas bën dua. Bën dua për veten e tij, pra lutet për çfarë dëshiron ai. Pas i ka bërë të sunete që vinë në hadithet e sakta nga profeti alayhi salatu wassalam. Kjo pra dhe lutim Allahun subhanahu wa taala të na shtojë neve diturinë në fenë e tij, na bëjë neve pasues të sunetit të tij, na ruajnë nga devijimet. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.